Mirë rikthyer në studio edhe kam kënaqësinë që në studio ta kemi zotin Qendrim Pitia, i cili është kryeshef ekzekutiv në trafikun urban. Mirë se ke ardhur zoti Pitia. Faleminderit shumë. Përndryshe, kështu gjithë qytetarët e Prishtinës kanë përshtypjen që kanë një po e them kështu një respekt shumë të madh për trafikun urban, pasi që me të vërtetë ka konsideroj autobusat mjaftueshëm, po gjithmonë ankohemi sepse edhe nuk ka për të drejtën, po që ndoshta me të pyet çu është gjendja momentale me trafikun urban edhe me autobusët, po normalisht edhe me stafin që janë edhe që bëjnë punë të mrekullueshme. Faleminderit për ftesën. Atëherë gjendja në trafik urban është shumë e mirë, krahasuar me vitet e mëkaluara. Ne menaxhojmë 5 autobusë që kemi në pronësi aktualisht dhe i menaxhojmë në disa linja kryesore, linjat qendrore të kryeqytetit. Ne javën e kaluar kemi pas takimin e fundit me burrin drejtor dhe kemi aprovuar raportin vjetor të vitit 2025. Në raport vjetor është seks që në trafikun urban e kanë përdorur 20 milion qytetarë në vitin 2025, që është një arritje e jashtëzakonshme. Do të thotë rekord mundet me qenë rekord krahasuar me vitet e kaluara. Kjo i ka ndihmuar edhe vendimet që i ka marrë Komuna e Prishtinës për lërim nga pagesa disa kategorive, për ofrimin e kushteve sa më komodo për qytetarët dhe për përdorësit e trafikut urban, gjithashtu edhe vendimet tona që kena marrë si menaxhiment për përmirësimin e kushteve operative në autobusët në kryeqytet. Edhe në raportin që ka marrë tek Nashmërisë e konsumatorëve është një gjendje shumë e mirë. Edhe përdorësve, edhe e sjelljes së shoferëve dhe konduktorëve kundrejt pasagerëve. Pra me thonë në fjalë është gjendje e mirë në ndërmarrje, po mundohemi ofru sa më shumë shërbime më të mira kryeqytetit. Mirë, zoti Pitia, ka pas risi kohëve të fundit, për shembull keni liruar nga disa kategori nga pagesa, që ka qenë edhe më herët në disa, janë po të njëjtat kategori apo shtu numri i tyre? Disa kategori të liruar nga pagesa janë kategori që i ka liruar ligji në të kaluarën, dhe disa kategori të liruar janë shtu në cilat janë ato, besoj që është për interes publikut të 2025. Na më herët jenë konsideruar kategoritë të dalën nga lufta, shumica e tyre. Prej 2018 besoj janë konsideruar edhe pensionerët. Jenë kanë zonat e shkollave fillore dhe fëmijët deri në 7 vjeç, jenë kanë persona masiv kuvizuar, ndërsa nga shtatori vitit 2025 janë shtuar disa kategori të tjera. Janë shtuar nxënës të shkollave të mesme, janë shtuar studentët, stafi administrativ i Komunës së Prishtinës, stafi i drejtorisë së arsimit dhe stafi i drejtorisë së shëndetësisë, kështu që e ka kompletuar listën prej 15 kategorive të liruar nga pagesa. Na prej datës 1 mars kemi filluar që këto kategori të liruar nga pagesa të lirojnë vetëm përmes kuletës digjitale. Gjitha këto kategori janë të obliguar të shkarkojnë kuletën digjitale, të ngarkojnë të dhënat edhe dëshmitë e nevojshme, edhe të përfitojnë si kategori liruese nga pagesa. Mirë, edhe një risi tjetër është kuleta digjitale. Çfarë është kuleta digjitale për gjithë qytetarët si kënaqshëm? Atëherë kuleta digjitale është një projekt, një aplikacion që ka zhvilluar Komuna e Prishtinës, përmes të cilës do të shfrytëzohet në të ardhmen për këtë transportin publik. Aktualisht përmes kuletës digjitale mund ta përdorin çdo kategori të liruar, siç e thash më herët. Edhe të gjithë pjesa tjetër që mund të bëjmë pagesa në kuletë digjitale përmes kuletës digjitale të prezantuar në autobus për të liruar nga pagesa. Është e ardhmja e transportit publik në Komunën e Prishtinës. Ne hapat e parë drejt digitalizimit dhe drejt kuletës digjitale kemi marrë tani, edhe besoj që në vitin 2026 kuleta digjitale do të implementohet në tënësi, edhe do të jetë e vetmja formë e pagesës ose e përdorimit të transportit publik në kryeqytet. Cilat do të jenë përfitimet e kuletës digjitale? Ndoshta përfitimi do të jetë që s'kemi më as i letra, kështu që marrim. Edhe përfitimet janë të shumë thjeshta. Ne i largojmë përdorimin e parave cash nga dora, që është shumë e rëndësishme edhe për neve dhe për kryeqytetarët, dhe përdoret një aplikacion që është gjithë përfshirës, që mund të përdorë në gjitha linjat, edhe
Kaq. Edhe besoj që jemi në hap me shtete tjera, apo jo? Për shkak që kemi pa trafiku urban në shumë vendet e Evropës funksionon me kurrje digjitale. Besoj është më lehtë sidomos në këta telefona, po çu do funksionoj? Do besoj do blejnë kështu para përmes po e them ndoshta aplikacionit, çu do ketë. Konduktorët do ta kenë atë besoj ndonjë telefon që zakonisht ose ndonjë kod si funksionon. Atër kulira digjitale është një aplikacion që mund të shkarkojnë të gjithë qytetarët që përdorin trafikun urban. Kuleta digjitale mund të mbushet përmes aplikacionit nga llogarit e tyre bankare. Gjithashtu nga data 1 mars, kjo kuletë digjitale mund të mbushet edhe në pikat e shitjes së biletave mujore të trafikut urban. Aty mund të shkojnë të gjithë qytetarët që janë të interesuar me mbush kuletën digjitale. Mund të deponojnë të hollat edhe automatikisht që mbushet kuleta digjitale dhe mund ta përdorin si mjet për pagesë në ndërmarrje. Është i sigurt zoti Vitia, besoj keni pas bisedë edhe me IT-t edhe me tjerët që ndoshta gjithë ata qytetarë që dashte pa dashte kjo është pjesë kryesore, po e shohim që kjo pjesa digjitale jo vetëm të ju, por shumë kategori tjera apo edhe institucione tjera ka filluar me bo pjesë e përditshmërisë. Po besoj që është shumë i sigurt këtë projekt e ka iniciuar edhe është implementuar Komuna e Prishtinës. Ne si trafik urban jemi implementues kryesor të kësaj kuletës digjitale për shkak të përdorimit të më të shpeshtë të transportit publik edhe numrit të autobusëve që i kemi në dispozicion. Mendoj që është mjaft i sigurt, nuk ka kështu diçka për me ushqetësu. Edhe, si që thamë herët, është erdhja e transportit publik, kjo vazhdimisht do të avancohet, edhe është vetëm në formë që ne të jemi në kohë edhe me vendet tjera të Evropës, edhe të modernizohemi edhe në aspektin e përdorimit të transportit publik në kryeqytet. Shumë mirë, jemi në minutat e fundit, zoti Vitia, po para se të ndahemi normalisht që besoj të na sjellësh edhe risit. Do ketë investime, i përmende 50 ca autobus, e thash fillim që gjithë qytetarët kanë dëshirë me pas edhe më shumë, që mos donohet edhe të ketë edhe më shumë kështu, mos pritet gjatë qysh ndodhë, megjithëse kohëve të fundit kemi deri 5-10 minuta, plus në aplikacionin trafikut urban mund të shihet edhe autobusi ku është dhe ku do vi, po ka plani që të zgjerohet, keni biseda me kryetarin e kryeqytetit që me të vërtetë të zgjerohet edhe interesant aty e stafi, sa jeni kënaqur me stafin e me punën e tyre. Ne aktualisht kemi 5 autobus, jemi në fazën e fundit të blerjes së 3 autobusëve të tjerë. 24 prej tyre do të jenë dizel dhe 6 prej tyre do të jenë elektrik. Do të jenë të njëjtë apo do të jenë më të ri se këta? Jo, do të jenë të ri të vitit të fundit. Edhe po besoj që në brenda këtij viti, mos më vonë gjysmën e vitit 2026 këta autobusë do të vinë në kryeqytet. Sa për informatën tuaj, Komuna e Prishtinës është në fazën e ridizajnimit të gjithë linjave të kryeqytetit. Marrjen e autobusëve në trafik urban do të ridizajnon komplet linjat e kryeqytetit. Do të ketë linja të reja shtim të linjave dhe nisjeve ku është e nevojshme dhe ku ka më shumë përdorues të trafikut urban. Edhe do të ketë unifikim të gjithë transportit publik në kryeqytet. E the edhe më herët, të gjithë autobusët dhe të trafikut urban edhe të sektorit privat kanë të pajisur pajisjet e tyre të GPS-ve, të cilët në kohë reale përmes aplikacionit trafik urban mund të dihet se ku janë edhe për sa ku mund të vijë në destinacionin e duhur. Kështu që 2026 do të jetë vit i transformimit të transportit publik në kryeqytet. Do të ketë autobus të ri, do të ketë shtim të linjave, do të ketë shtim të nisjeve në linjat ku ka frekuencë më të madhe të përdorimit të qytetarëve, edhe besoj që do të jetë shumë më funksionar se që është tani në këto momente. Sa i përket stafit, punëtorët e trafikut urban sot kanë kushte shumë të mira të punës sa në kohët ose në vitet e kaluara. Kanë një pagë dinjitoze, paguhen për shujtë, kanë sigurimin shëndetësor, paguhen për gjitha orët shtesë që ata angazhohen, edhe kanë uniforma, kanë kushte të mira brenda në autobus, domos stafi shoferëve dhe konduktorëve. Kështu që
nuk është edhe kjo mjaftueshme, ne vazhdimisht si menaxhiment jemi në përpjekje për përmirësimin më tejmë të këtyre kushteve dhe po besoj që edhe marrjen e autobusëve të ri, edhe kushtet, edhe pagat do të rriten, edhe do të rritet dhe mirëqenia e punojësve. E përmendë krejt në fund, këto linja do ketë mbuloshmëri edhe atyre linjave që ndoshta trafiku urban s'ka qenë përpara, do ketë rrisi në rrugët e Prishtinës, në vende ndoshta edhe më të thella, në fshatra që me pas qasje edhe më të lehtë. Komuna e Prishtinës në vjeshtën e vitit 2025 i ka shtuar disa linja kryesisht edhe në linjat në zonat rurale të kryeqytetit. Gjithashtu edhe marrjen e autobusëve të ri do të ketë shtim të mëtejmë edhe të linjave edhe në viset rurale të kryeqytetit, po gjithashtu do të rizinohen të gjitha linjat e kryeqytetit. Do të besoj që është lajm i mirë për qytetarët. Do të ketë autobus në kohë edhe do të ketë autobus të ri. Megjithatë, edhe këtu vonesat që i përmenda më herët, këtu nuk kemi fajtuar nëse trafik urban është shkak i kolonave dhe ngarkesave në qytet. Gjatë ne mundohemi të jemi sa më shumë operativ dhe të jemi në kohë për gjithë qytetarët. Zoti Vitja, unë ju falenderoj shumë për kontributin e juaj. Faleminderit. Të nderuar shikues, me këtë intervistë kemi ardhur në fund të emisionit për sonde. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Normalisht takimi jonë i radhës është nesër në të njëjtën kohë.